Gjendet bakteria rrezikshme Salmonella në 27,7 kg mish pule të ardhur nga Rumania në Kosovë. Një ngarkesë me mish pule të importuar nga Rumania është ndaluar në Kosovë pasi është zbuluar bakteri rrezikshëm Salmonella. Sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, rasti u identifikua pas një njoftimi urgjent nga Sistemi Evropian i Paralajmërimit për Ushqim. Inspektorët gjetën bakterin në një sasi prej 27,7 kg mish pule, që ishte pjesë e një lloti të caktuar importi. Menjëherë pas konstatimit, AOV ndërhyri dhe agjësoi të gjithë sasinë e ndotur për të shmangur çdo rrezik për konsumatorët. Institucioni thekson se është në gatishmëri të plotë në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare dhe bizneset importuese për të parandaluar raste të ngjashme. AOV apelon qytetarët që të jenë të kujdesshëm me origjinën e produkteve që blejnë, ndërsa thekson se siguria ushqimore mbetet prioritet kombëtar.